Mirë se erdhe Meliza. Mirë se gjeta. Shumë kënaqësi me të prit në këtë studio. Faleminderit. Faleminderit për kohën. Hajde, rahatohemi bashk. Kjo është vendi për ty. Okej, super. Si të kemi? Mirë, faleminderit. Jemi kështu nga fundjava, a dallojnë ditët për ty me angazhimet në bazë të fundjavës apo fillimit javës? Pa i po, valla. Me thonë që vikendi është, si me thonë, për familje, ma shumë kur ditë tjera janë të ndame me dispunës edhe familjes, po, që sot po njihet ajo atmosfera e vikendit të gjatë, këtë radhë, po mirë. Besoj që kena mi kalu mirë shumë. Gjithmonë, nuk e di, jeni prej këtyre familjeve që bëni plane shumë ma herët, nëse është një vikend i tillë, apo ndodhë spontan? Unë jam maj personit që bëj pak ma shumë plane, që tjerve nuk ju pëlqem, po tash janë mësu, fëmijët sidomos, me memlje nuk muj me bo plane kështu shumë, sidomos në këto ditë që do të me qenë pak ma shumë në punë, po mënej, gjdo ditë ajo është në punë, po që e kanë një ditë po, një ditë jo, jenë të shku ku vende dhe kjo po na, si me thonë, po na kufizon atë farë planifikimin pak ma të madhë. Sot është do ata 7, par dje ka pas djalli ditlinje, do me thonë asa ditë nuk kemi mujtë me bu na i plan kështu shumë të madhë, kështu që si, për shambull, nesër i kam fëtu krejt familjes, që kjo është plane, jo diçka kështu madhështore, po faleminderit shumë. Për ndryshe jo, qëtu në dilën e rezervojmë në shpe, jo këto pastrimi i shpis, planifikimi për javën, me pushu pak ma shumë, kur dhe diçka. Unë sa dush, si në shpe, si jashtësoj. Unë po e njësë edhe me këto, sepse edhe në hyrje, përmenda pak që du të munduemi të ndojmë kohën tonë, me fol pak edhe për angazhimin tonë, për punën tonë, profesionin edhe ato personalën, profesional, personal. Po, dhe nuk mundem pa e njësë me këtë çmimin e fundit që pranove, që po besoj është një vlerësim të jeti madhë, që more nga Ministria e Kulturës për monografin tonë dhe shkrimtarës shqiptar. Qka do të thëtë këtë çmim për ty, Meliz? është një satisfakcion shumë i madhë për një punë cilën në kom bo për 4 vjetë e gjysë, vërtet është tash si me thonë, kjo është një çmim që jepet një herë në vetë, me një amën shumë të madhë të Ibrahim Rrugovës për eseistik edhe për kritik, dhe si studiuse e letërsisë, do me thonë, gjithë një farforme pretendojmë këtë farë çmime, dhe ashtu si rasisht unë e kam konkuru, sepse edhe para 2 viteve e kom marrë për përkthim, me qenë se unë jam studiuse, bëj edhe përkthime teorike letrare, po jo sa kë nuk më ka gëzu me thonë drejten sa kë, sepse përktimin e kam bo, si me thonë, për një vit, është diçka si është e natyrës tjetër edhe jo primare që unë e bëj, si me thonë, gjdo dit. E bëj kur kam ko, ashtu si ushtrime trunit ka nere thamë, po kjo po vërtet ka qeni, për mu në shta deri më tash arritja ma e madhe. Arritja ma e madhe është monografia që e kom përmbledhe dhe e kom shkru, po normalisht, si që tash është, do më thonë, ajo knaqësia, satisfakcioni, edhe që kurorëzohet me një çmim t'illë, për mu është e mirëseardhën. Një çmim ka që rëndësishëm si ky, aja dedikon dikujt? Unë monografin përgjithsisht ja kam dediku, me qenë se është për shkrimtare shqiptare, për gratë, unë ja kam dediku nanës tem, fillimisht ashtë kam shkru, para 4 viteve kure kam shu librin për Musinin, veprën për Musinin, ajo ka qenë, si me thonë, dedikim fëmijëve, kanë qenë ma të vegjel, janë sila aty, rreth e rotull, dhe e kam shkru në për ta, dhe ka qenë një farforme si detyrim shkollor. Po në këtë rast, gjithmonë e kam pas nërmen gjitha ato gratë, normalisht, po e kam pas nërmen nanën tem, dhe asajna, si me thonë, ja kam dediku me kështu me zemër. Një monografi kjo për 4 vite e gjysmë, në goxha kohë e gjatë, biles di që kendo edhe pak prej procesit të krejt tyre 4 viteve, një punë e palodhshme të mbledhjes së veprave gjithandej në për vende. Zakonisht ku po shkoj në për studio kështu, më kanë
kritiku, se me thonë kushtimisht, që po flasë vishë për procesin e jo për veprën. Po vërtet në këtë punë shkencore na që e bojmë, do të me të regu edhe në për çka kalon njeri. Për veprën, po ju lajmë të tjerve me ledzu. Pjolla, do me thonë, ajo është vlerësu, me qenë se ka marrë qmim, pretendoj që ledzusit e specializum për me ledzu në është ajo gjithë, po edhe ata që janë entuziast, që dëshirojmë për me po se qka ka aty, cilat autori janë, por për mu procesi ka qenë i gjatë, sepse është lidhe dhe me kohën e Covidit, do me thonë janë një vit ka shku ashtu, si me thonë, kotë. Jam mundu me bo listat autoreve, kam pas problem sepse nuk jenë të përmbledhuna dikun, nuk është një enciklopedi, një leksikon që i gjenë ato, se për shembull në biblioteka është problem për mi kategorizu qa është e gruse, qa është e burit, si letërsi, në këtë rast mu ajo më nevojitej, kështu që aji një vit ka shku të bo lista. Është kjo së është ajo, si stash edhe biblioteka atë vërtet nuk punonin. Jo hapën në shtator, jo mandetin të torë, pastaj unë kam folë këtu për periudën 25-90, e cila përkon me kohën e komunizmit në Shqipëri, dhe këmbimi i librave ka qenë i mundum, po jo i plot. Së është fakt asët këmbimi i librave midis Shqipërisë dhe Kosovës që bëhet shumë të nësi. Edhe kështu që aj vit ka shku ashtu, vitin e dytë mandej, unë jam marrë ma shumë me ledzimin e librave, mandej analizën e tëne dhe në fund normalisht shkrimin, kështu që po, të përfshira mbi 60, mbi 60 autore. A ka ndonjëra historia të cilës ty të ka... Nështë është shumë pyetje vështirë, sepse se cila prej tyre ka një karrierë të vetën edhe vepra të lona pas, por diçka që ty shumë të ka... Ndoshta ose e ke pa edhe vetën, ku e di unë, që të ka prek me historinë, me mënyrën zhvillimit të saj në letërsi? Po, se cila... Qështë edhe te ka pas një historit vetën mrapa, një bagazh, një kontekst, një diçka interesant. Për disa nuk kam gjetë shumë edhe unë e kam shkru aty që në munges të informacionit, ajo ka shkru këto libra, po kryesisht ato që janë më të mëdha. Më të mëdha në kuptimin që kanë shkru ma shumë, që kanë prodhu ma shumë letërsi. Më ka bu përshtypje të fillimet e shkrimit, gjithë se cila ka një histori shumë interesant, edhe njëna prej tjetrës ka dalu shumë, po edhe ka pas diçka që më ka shty, hajtë e shë dhe këtë tjetrën edhe këtë tjetrën. Më ka bo përshtypje për shambull, dje për mena, biles, të Adelina Mamaqit, cilën ne njohëm edhe sot autorja ikon e letërsis për fmi, e cila në fillimet e veta, ajo ka shu librin e pa në 63-ën, ka shu për tritën, qytetërisht, dhe për para 63-ës, me siguri dykon fillim viteve 60-ta, e ka mbledh një tuf poezish edhe ka dërgu në redaksi, atë redaksit kanë qenë në Shqipni të tila, një ka qenë, për shambull, e revistës Nëntore, sepse ka qenë zyrtare, shtetit, e kështu me rajve dhe kër e ka dërgu aty, ka qëllu Koljakova mdo këtë redaktor, i ka ledzu, nuk i kam pëlqy ku me ditë sa, dhe i ka thonë që të gjë vajzë e mirë, e mbarë, po duke është kështu vajzë për së mbari, shkon shpim sa me qëndise edhe me gatu, se të nuk je për këtë punë. Edhe do me thonë, prej ati momentit, deri më sot, dije që Adelina Mamaqi ka bëtu ma shumë se 60 vepra e ribotime pa fund, kështu që kjo më ka bo me mendu që, do me thonë, punën që e dënë, dush me gjithqysh mu motivu prej vetës, prej do një figure tjetër, prej një punë tjetër, ose prej një persone tjetër, po jo mu nalë pse dikush dëvënon një barjer, ose pse dikush nështë në këtë farasti e ka nënqmu, ose të ka ofendu, pa marë parasysh. Me imaginon në rrethanat asaj kohe nuk është ndalë, kjo mundet me u këthyri një mesaj shumë të mirë për gjitha vajzat e reja që kanë një objektiv. Po do me thane ka gjithë atë vullnetin edhe ka vazhdu edhe si vajzë e re dhe nuk i ka bo për shtypje, gjithë që sot ndodhë
Edhe sot në shta ndodh, nuk e di, po për shambull, sot janë kushtet ndryshme, me një shumë modestet parave, më nështë edhe me botu vetë, nuk ta boton një botus, po më ka bo përshtypje se që shtojmë na nuk ja ka bo bajat. Dhe me thonë, ajo e ka vazhdu. Jo nuk ka qenë, se me thonë, mu mbështet në fjallë të dikuna tjetër, nuk kjo më në për këtë punë edhe ma ndej Se kanë lëkund prej dëshirës. Depresion ose ku me di qka. Melis, a mundet çdo kush me shkrujt libër? A duhet me pas një lloj filtrimi të autorit ose të vetvetes nëse jam syn me shkrujt një libër? Të kam pa në një prej deklaratave tua një radio, më duke thonë që sot pak po basardohet kjo puna të shkruajturës në kuptimin që biles ke thonë kështu sakt, nuk mund është më shkryt libër, veç pse jenë do prej frajerit. Po, adin që unë kër i lexoj nga një herë poezi, ose copza, shkrimesh në për Facebook, mundet me shkru gjithë kosh. Do më thonë, atë delin për me shkru, në momente caktume të ramjes shpirtnore, ose të një gëzimit madh, vjen bre diçka me shkru, edhe din gjithë kosh diçka me shkru. Me shkru letërsit mirë, unë kom thonë se ajo është e vërtet edhe me t'lon frajere, edhe me ndodh diçka e mirë ose e keqet, unë menoj që njeri mundet ka aftësi, do me thonë me bo qka do, sepse të ke fundit arti të shkruarit është zanat. Pa tjetër që është edhe frymëzim, po është edhe zanat, edhe është punë, do me thonë ullësh, shkruun gjdo dit, që shka bu kadareja në ora 9, në ullë njëri edhe deri në ora 11, ka shkru gjdo dit edhe ka shkru fenomenal. Shtë që unë menoj që gjdo kush mund të me shkru. Po, pse për mu publiku krejt ato, unë menoj që nuk është e nevojshme. Nuk është e nevojshme sepse nuk ka nëjfar vlere të madhe. Edhe që i shërbejnë dikujt. Një tiraj simbolik, që me thone kom shkru, një kujtim për një kohë, se kështu me radhë, po jo me hinat radhen ose me pretendu që je autore, për deri sa nuk e keni lexues ose nuk e keni audiencë e cila të pëlqen në këtë rast. A shkruan ndonjëherë për vete, për atë arkivën tënde në shpe, përjetime personale të momentit në situate ose një periudhë në për cilën ke qenë duke kalu ose? Jo, tash me këto telefonat edhe që i kemi këto notes, unë e shkruj diçka që më pëlqen ose diçka kështu, po jo që shkruj diçka fiksionale. Jo, nështë jam shumë e fokusume në këto studimet edhe të i lexu tjertë, ta me kësha shkru në ma mirë ose diçka, po jo në ajsen që unë e kom pas gudzimin hala për me shu, s'kom shu kur poezi, ditar kom shu kur më kon shumë ma re, kom provu për me shu fiksionale me librin që kom shu për Nezmije Pagarushën. Unë jam Nezmije Pagarusha, dhe më thane kom shu në vetën e parë. Po, jo diçka ma shumë. Jo diçka. Nëse ishe frymëzu me bo në i liber autobiografik shtu, a me ndonë për titullin, të faktën për titullin. Jo. Se ke mendu. Se kisha mendu. Se ke mendu në një herë. Okej. Shpesh herë në rrjetin tënë social në Facebook, shkruan edhe për fenomene, çështje që na shqetësojnë si shoqëri, e më së tepërmi edhe për gra. Meliza shpesh herë është prej atyre grave që din me ngritë zonin për padrejtësitë edhe për fenomenet që cënojnë gratë në shoqëri, në punë, në çdo aspekt, deri te ato më të këqija që përfundojnë raste fatale. Biles, një prej citateve, mirë na që jemi gra, ka qenë i yti në një postim tënde, në shumë kohë ma parë në Facebook. Po du me të pyet, çush e sot gratë në pozicion tënde në shoqëri? Po është të vërtet, unë e kom përdor platformën e Facebookut ma herët për me shkru edhe për me ma shumë me kritiku dukuri cilat mu më kanë bezdis, deri në një moment kur kanë fillu këto komentet tash që jem bo pak ma, si me thonë, ma të vrashta edhe ma brutale, atëre nuk ka pas shumë komente, po deri në atë moment unë e kom dasht me thonë diçka që neve na pengon çdo ditë, jo me kritiku bashkë se cilin sen, po senet ndryshme. Po kom pa që po dalë shumë negative, mu më është duka ashtu, edhe kështu që kam ndërprej, si me thonë.
Unë menoj që si pozicion tash gratja në goxha në një pozit mirë, kanë një farë, në se cilin pozit ti ka gra, në se cilin lami nuk është diçka që një profesion, një gru nuk mënët me bo ma. Edhe kështu që qëndrojmë shumë ma emancipume se sa që kanë qenë. Unë e thash kom ledzu për gratë prej viti 25, po edhe ma heret. Gjithmonë ka pas veç ato që në kënd privilegjume që në një nivelli pak ma të nalt, nivellit pak ma të shkollume kështu. Sot, në ditë sotit, se cila ka mundësi për mu shkollu, se cila ka mundësi për me punu qka dënë, kështu që lirin e kanë ma të madhe, normal gjithmonë ka vem për përmirësime, po nuk është që une e kritikoj as gratë e as burat në këtë aspekt. Menoj që as nuk e përkrahi më shumë njërën ose tjetërën palë. Menoj që dy dhëtë me qenë barabartë. Menoj që kur të vjen puna të dera, nuk ka pëse ma hapë mu derën, pëse veç unë jam gru, e hapi unë e vetë, pëse unë e moj. Edhe kjo, do me thonë ajo moto që unë mundohna edhe fëmive mi ju transmitu, edhe mi ju mësu, mi thonë që endë, miljate dytë, dhomat, me regullu të dy gjeni. Edhe dy vajzave edhe një djali. Qyshe ushqen këtë barazin gjinore në shpe? Me radhe kanë, do me thonë gjithë se cilin send e kanë me radhe, dhomën mali e regullon të vetën, vajzat e regullojnë të vetën, ashtu si stash endë ose për me shtru bukën e kanë me radhë se cili. Mandej e kemi një macë, nesër e ka ditlinjen Serafina. Ku ka java ditlindje për familjen e juj. Po bashkë. Edhe puna e macës gjithmonë ka qenë, jo te ki rendin për me pasru, jo, kështu që dhe ato e kanë me radhë. Do me thonë, munona për me përcjell një ashtu qyshëm kam su edhe nana në shpe, do me thonë, jo, ajo pjesa ma e mire, ma e butë dhe ma e këndshme për me kom për djem, ose jo për mu gëzu për ne të arritun dikujt ose dikujt tjetër. Bile mu më kanë kritiku kanë herë që unë në ashta me të madhe një marë ma shumë, po gjithmonë a e fëmija e parë është një farloj eksperimenti, modeli, që ti aty provën krejt ato, se me thonë, ato eksperiencat e para si nanë. Mandej kanë thonë edhe malin për favorizon, po unë ato e favorizoj se ajo është ma i urti, po mu për shambull, unë e ri me verën ma shumë, me dvoglën, se është ashtu ma qapkën e ma e gjallë. Kështu që të tret e ka natyrat të ndryshme edhe mundohna si mas natyres për mi u qasë, jo si mas gjinis. Kure përmende fëmijun e parë edhe këtë eksperiencën ose edhe lajmin që po buar një prindër për herë të parë, a ka pas në një formë interesante në cilën ti ke vendos me nda lajmin qoftë me memlin, qoftë me pjesëtar tjerë të familjes, për mi tregu që po bëheni prindër. Jo, veç me qënë se ma, a pas ka diçka? Jo, se puna u konë që unë kam qëllu në atë kohë në Londër, me 31 mars, të vitit 2008, unë kam shku në Londër se ka pas me lind motra e, ajo ka qenë 7 zonën mujnë e nëndë. Edhe atëre jonë konë telefonat Nokia, halas kemi pas këto smartphone, si do qoftë unë e bona dyqysh punën edhe kisha kohën, pretendoja për me qenë 7 zone, edhe bona testin e 7 zanin, rezultoj që jam 7 zone. Motra em kish me lind me 2 prill. Edhe unë me 1 prill, ja kom cu me emlit një mesazh. Më ka doll testi pozitiv. Edhe a i tha, okej, të njëjtin mesazh nëse ma qënë nesër, atër unë po besoj. Unë his nuk e lidha që është 1 prilli. Do me thonë, edhe kjo u kona ajo... Okej, ma pas... Shke situata interesante. Ma pas a u dëgju në telefon edhe e kuptu se sështë... Jo, të nesër më për në vajnë, më ka besua ditë. Po menoj, jo që diçka se unë s'kisha gënyu për një gjatë tilë, po si do qovë diqysh me 1 prill, a i ka menu që okej... 1 prilli, ka mendu që po mirë është me... Po mirë, do me thonë, kjo ka qenë ashtu pak që sharake dhe interesant që gjithmonë e kujtojmë. Me malin edhe me verën, jo, ashtu i kemi prit edhe pse vera u konë befasi, po si do qoftë... Befasia ma e bukur, se ta shë përmende atë qapë kënën. Cili jeni, s'po them këshilues më i mirë, po a i keni të ndara këto... Rolet policit. Rolet edhe të policit, po ndoshta, po ma shkas edhe prej angazhimeve. Që po shjet edhe prej fotografisë. Të ndonë dysysh. Malin përngjohën mu ma shumë, po si karakter, as njoni nuk na përngjojnë as njone. Se bora mirë më ka thonë një ditë,
Tha, din qysh, na se cili vetja, mos thuj si kur babi, mos thuj si kur one. E vërtet duke ka pas keq. Vera si fizionomi për ngjan Memlit, po është si kur une karakter e gjallë, edhe qapkëne, edhe pak ma lazrume, si unë i thëmë kombinim jam edhe i Teutës, pak ma ekstrovert. Bora është si vetja. Qysh ka thonë? Po i ka do tipare, do me thonë, si Memli ma shumë. Edhe Mali. Sa i përket polici mirë edhe polici keq, me qenë si Memli ju atë shumë është prezent në shpe sa jam une, atëre, po dhe si natyra është, ajo është pak ma i but, me fmi është shumë i but, atëre, unë jam e keqja, ajo është i mire. Do me thonë, nuk është ajo, hajtë si kur t'vjen babi, po hajtë si kur t'vjen mami. Në këtë rast, po besoj që fëmijët tash tritu në moshë, po, Mali i kam bush tash 13, Bora 16, Vera 11. Po Vera qatë shumë e përmend ditëlinjen e vetë që unë e gjithë e hutohna sa vjet i ka. Se në momentin që i bën tash 12, ajo ko me përmend 13 që edhe unë e gjithë hutohna sa vjet me i patë ti. Okasione që pretë të në vitin me pas ditëlindjen. Kur si bona 18. Tash, me që se janë këtë moshë tritun edhe të pjekun, i kuptojnë edhe realitetin, besa kuptojnë shumë edhe për jo veç në epitetet bab, gjësh ose teze, po i kuptojnë edhe kush janë si personazhe për publikun e gjerë, sepse një familje më shumë figura të njohura. A ka qenë ndonjëherë në fazë më problematike për fëmijët me e pranu këtë faktin, me i njoft njerëzit, ose me i thonë jeni fëmijët e Memlit, e Melizës? Nuk e kanë ditë, su me thonë, ju rëndësi, se s'po di qa me thonë, po nuk e kanë ditë qka punan Memli. Për shambull, më kujtojt prap me Borën, që tash ato krejt përvojat i kena pas fillim me Borën. Memli ka qenë zëdhën si qeverisë. Do më thonë edhe paraqitja në televizion ka qenë shumë ma e madhe dhe ma shpesht. Edhe ajo kam menu që a jep lajme. Do më thonë punon në televizion edhe jep lajme. Edhe Sari kom thonë në përmilëshu lajme, ta ka thonë nëse bëdel babi. Të me thonë nuk i ka pas idenë që merret me politikë. Ma ndi gjithmonë këto ju testet në shkollë edhe diçka, gjajsh me detyra, kështu, dhe unë i kom thonë mos garane, zbanë për me garu, do me thonë s'ka lidhje, të dim për vete, aj tjetëri dim për vete. Edhe kër e kam pa Memlin, kurse aroj Bregdillit kemi jetu, edhe u konë kështu billboardi madh, zgjedhjet ishen. Edhe tha, pëse është babi aty? A unë pjabe tash në kom zemër është qështu zgjedhjet e këta kanë me garu, po të ja ke thonë që s'bën me garu, pëse ki po garan? Blav direkt, kjo është puna e pive. E ma ndej po, e kanë kuptu. Ju që ju intereson shumë diçka kështu politika, e kanë pas këtë landën qytetrim që një farë forme mëson funksionin e legislativit Kosovës, kuvendit e kështu me radhë. Kështu që e kanë një ide se që kanë ndodhë, e kanë marrë vesh jo shumë vonë, po para, si me thonë, ashta një vit 2, që për shambull është e Partisë Demokratike të Kosovës, se ka pas idenë që egziston LDK, PDK, AK dhe të tjera. Bora shumë shpejt ka me bo votën e partë, so është që duhet... Edhe 2 vjetë. Duhet me imësu. Meliza, kam vazhdim disa fotografi që i kom do për fond, që me mi përshkru pak në ndjesin e parë që të vjenë kur ishe. A filloj me të parën? Po këto, mame dhe babi jam. Një foto... e vjetër, po, se pas në vrejt tash që i pas kanë bluzat njësoj. Po, mami babi jam janë lidhë shumë herët, edhe ata dikon në shkollën e mesme, si kur edhe unë edhe me Emli. Babi jam ka vdek shumë moti në vitën 2001, fillim vitën 2001. Mami jam gëzon shëndet plot, të mirë, 70 vjeqare, në ndihmon neve kredve, është zonja, po, zonja Hekurt. Po, kur të shikoj babin, më kujtot pak vetja, më duke që për njaj ma shumë, se di. Në shta me mush. Po, ke marrë shumë hije prej ti, po edhe prej... Edhe kjo është fotografia e fundit. Babi tam është me nipin tam Eronin, kjo jetë në Londër, edhe këtu ne kemi jetu në një shpi shumë madhe, ma ndej jemi transferu për me prit në një shpi tjetër, është
pak më e ngushtë, po më kujtohet është fotografia ati e fundit që posedojmë. Ke thënë që babi të ka bler librin e parë dhe të ka bu me dash letërsinë. Po, në fakt, nështë librat adin që atëre ka qenë rilindja, edhe për mu ka qenë një farloj feste, kur dilëshin ato tirazhet botimet e rilindjes, edhe thoj ke hajde po shkojmë pi marim librat e ri, do më thonë, parafërsisht ashtu, se për ndryshe po gjithmonë kemi pas libra në shpe, jo kështu si për dekor, po a i ka ledzu edhe o në një farë forme e ko marat dëshirën për ledzim pasionin prej ti. Okej, hajde kom edhe një fotografi tjetër. Këto, ku e në anë, shpetet e uta. Okej, një fotografi që... Zakonisht për vitri është kjo pozë familjare. Se dia e na krejt. Jo, s'po dukeni me qenë krejt, nuk për di. Adonisi po mungoj ka. Tjertë po. Zakonisht na mbledhëm kështu për Teuta ka që për me bo kështu ma shumë mbledhina. Për vitri, bajram, në vit lindje, do më thonë, po me që i pash edhe bluzat e kuqe. Po në gjason me aludova vitri. që është, po. Shto që se di, kjo ma kujton gjithmonë festën, do më thonë që kjo fotografi. Të cilat mbledhit tila i keni shpesh. Pak të aqëso i shpërdoni, se garant halo ma shpesh me siguri, po, gjithmonë, gjithdo vit. Melisa, kjo ke edhe fotografia e fundit, një përmbledhje kështu të që konsiderohet njerëzit ma të dashtun edhe ma të ofert në jetë. Faleminderit shumë që erdhe sot, dhe shiu Shumë ba faleminderit për shumë. ftesën, faleminderit për gjithçka. Me që po ju lënë me marketingun, derisa të përcjell me Melizën, e kthehemi në pjesë të dytë.